Kiara Tito 7 zën. Luizi jep lajmin. Familja Eli shtohet me një vajzë. Këngëtari i njohur dhe shumë i dashur për publikun, Luiz Eli, ka ndarë së fundmi një moment të veçantë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, në një video që ai ka publikuar. Shihet duke prezantuar një dhuratë të veçantë për vajzën e tij, Lunën, një kukull lodër të animacionit të famshëm Frozen. Me humorin dhe mënyrën karakteristike të komunikimit, Luizi ka shpjeguar se familja Eli është shtuar me një antare të re. Familja Eli është shtuar me një antar tjetër. Nuk është djalë, por vajzë, dhe e ka emrin Elsa, është shprehur artisti. Duke ju referuar personazhit të dashur të filmit të animuar, ky moment ka ngjallur shumë reagime mes ndjekësve, të cilët fillimisht u ngatëruan nga mënyra se si Luizi e tha lajmin, duke menduar se bëhej fjalë për një shtatzëni të dytë të Kiarës. Por më pas, gjithçka rezultoi të ishte një batutë e ëmbël e këngëtarit, që shpesh di si të luajë me emocionet e publikut. Komentet nuk munguan, ku fansat shprehen urime e batuta, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë që çifti Kiara Luiz ka krijuar me publikun. Për shumë prej tyre, mënyra natyrale dhe plot humor e Luizit është ajo që e bën të veçantë çdo postim të tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.